në Partinë Demokratike. Pse janë këta emra të larguar? A janë cënuar interesat e Partisë Demokratike nga këta individ? Shikon, për hir të vërtetës, du të them që në kryet herës që unë jam kundër përjashtimeve që ndodhin në parti, sepse ne na duhen njerëz cilët të përballemi me Partinë Socialiste, duke ftuar edhe njerëz tjerë, jo vetëm njerëzit që kemi pas. Por këtu nuk duhet merrem me emra konkret, sepse disa i njoh, disa nuk i njoh. Po sigurisht që ka dhe informacione që i pjesë prej tyre punojnë me rilindjen, është fakt tani më që disa njerëz edhe nga opozita e tej zgjatur e Partisë Demokratike kanë kalu, domethënë, njëri u bë drejtor kadastre, në kryetare bashkie, drejtoresh spitali, ku diun, domethënë, këto janë zgjedhjet e veta, nuk i gjykoj fare, edhe atëherë kur i kanë bërë, jo tani që po bëhet debat për t'i heqë emrat nga Partia Demokratike, domethënë, nuk dua të hyte statuti që thotë që një person që ka punu kundër Partisë Demokratike duhet i hiqet emri nga antarësia, se besoj se këtu e kanë bazu këtë gjë, domethënë. Por është një debat shumë subjektiv në gjykimin tim dhe Partia Demokratike ka hyrë në këtë debat subjektiv për të pastruar dhe listat, të cilat janë për hir të vërtetës në shumicën e rasteve janë problematike për shkak se brenda këtyre listave janë personazhe të cilët kanë luajtur si ato lëngu që kalon të enët komunikuese, i herë majtas, i herë djathtas, për shkak të një opozite gjatë që ka përjetu Partia Demokratike. Ka patur disa prej tyre që kanë marrë edhe poste drejtuese Kanë marrë, po, pikërisht. Edhe këtu pastaj është diskutim. Domethënë, për këtë në Elbasan nuk e di çfarë them, këta thanë që kishte punuar për Sara Milën. Unë nuk kam fakte për këtë. E kupton? Domethënë kanë nxjerr foto, deklarata kundër deklarata etj etj. Mendoj që nuk është një klimë e mirë domethënë për tu marrë me këtë histori. I bën dëm Partisë Demokratike në situatën që ka dhe zgjedhje të breshme, po flasin për zgjedhje lokale në garën e saj politike. Kjo nuk diskutohet fare. Partia Demokratike është futur në një proces zgjedhor që ka përcaktuar zgjedhjen e kryetarit me datë 23